Në të gdhirtë së mërkurës, Spak Mësyu në fushkrui dhe goditi një grup kriminal duke arrestuar 7 persona për trafik droge, mes të cilëve dhe Recep Raja, djali i ish deputetit socialist Rahman Raja. Në qelin ndërkohë ju është komunikuar masa 3 të arrestuarve, kurse në kërkim janë 4 persona, duke e çuar në total në 14 numrin e masave të sigurisë të lëshuara nga Spak. Gjatë operacionit të drejtuar nga prokurori Adnan Xholi janë sekuestruar sasi të konsiderueshme vlerash monetare, armë dhe automjete. Grupi i cili ka qenë në hetim që nga viti 2020 për trafik droge është zbuluar nga bisedat që janë bërë në aplikacionin e koduar Sky ECC. Të arrestuarit të rezultojnë të gjithë emrat të njohur për drejtësinë. 2 vite më parë, Recep Raja së bashku me kushërinjtë e tij dhunuan Bilbili dhe Jashar Majën me shkopim pejzbolli. Pamjet e publikuara të dhunës të regjistruara nga vetë antarët e fisit Raja tronditën opinionin publik. 2 kushërinj, Bilbili dhe Jashar Maja, u dhunuan me sende të forta aso kohë për shkak të një konflikti që lidhej me punimet e fisit Raja në Gurore. Ata kishin kërkuar që punimet të ndaloheshin pasi po ju dëmtoheshin banesat, por denoncimi i tyre solli dhunën barbare në ambientet e një lokali në mes të ditës. Ndonse dhuna e ushtruar ishte e paprecedent, çështja në gjykatë u regjistruan në akuzën plagosje e lehtë me dashje. Përveç kësaj, Recep Raja u dënua për dhunimin barbar ndaj të dashurës së tij, Gjisiela Maloku. Pjesëtarët e grupit po hetohen edhe për pjesëmarrje në ngjarje të tjera kriminale.